Po thyerja pasqyrës. Tani thyerja pasqyrës që e kanë vërë që është 7 vite ters. Thyerja pasqyrës në vetë ka atë energjinë e mbartur, kur vjen një moment që është mirë të thyet, dhe ai një moment, dhe thjesht nuk duhet përdorur më, sepse është aq shumë e ngarkuar sa thyet, mund të kesh marrë një pasqyrë edhe të re dhe në një sekondë thyet. Nuk është ters, nuk është ai tersi që ua do me sepse ajo është trashëguar dhe është transmetuar si informacion. Por ideja është që pasqyra ose ngarkesa energjetike ka qenë aq e madhe sa ndodhi diçka dhe duhet të thyej. Pra e keqja nuk qëndron te ajo çfarë vjen më pas, po te momenti që sapo u qartë. Pra vera, me qenë se jemi të tersi. Po ato mesazhet që na vinin dikur në rrjetet sociale që po nuk i bëre share kësaj. Do heci ters. Tani po mendoj të gjithë ata njerëzit unë një ndër ata që nuk e kanë bërë kurrë share, nuk e di. Që i kanë hapur, Nuk e di domethënë, se tani ato janë